Filloj me emrin e Allahut më shpëplot, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mirë se kemi ardhur dhe mirë se na ka bashkuar Zoti në këtë sezon të ri me këto mësime të begata kuranore në sofrën e Kuranit, fjalës së Allahut mëndush. Dhe përsëri gjerasin dhe shfrytëzorasin me shumë kënaqësi dhe dëshirë që buron nga shpirti për të falendëruar Allahun mëndush që na jep mundësinë që sërish të ulemi dhe të kumendojmë me librin e Allahut të mëndush. Edhe me të vërtet një nga çastet më të lumtura dhe një nga xhenetet e kësaj dhunjaje janë ato momente kur robi arrin që të rri me librin e Zotit, ose për ta lexuar dhe për ta shpjeguar, për ta kuptuar dhe për ta medituar dhe për ta punuar, pra me qëllimin për ta vënë në jetë dhe për t'i ftuar të tjerët për tek libri i Zotit, ose duke e dëgjuar se çka than Allahu mëndush. Pra me fjalë të bëmi të pjesë ose të qenë të pjesë me mezhlisëve të Kuranit me çfarë do lloj forme, të cilat synojnë me fjalë që bashkëveprojmë ashtu siç duhet me librin e Allahut mëndush, edhe për vete, për të ndriçuar jetën tonë dhe të familjeve tona, por për të ndriçuar dhe për të rregulluar me këtë Kur'an edhe shoqërinë në të cilën ne jetojmë. Dhe mos harrojmë, ky le të themi Kur'an ka dy synime madhore në dynjë. Të jap mundësinë njeriu të kuptojë veten, të ndriçojë veten dhe të lartësojë veten njeriu me këtë Kur'an. Dhe njëkohësisht ta faktorizojë çdo individ në vetvete që shoqëria në të cilën jeton, toka në të cilën jeton, të lulëzohet, të begatohet dhe të ndriçohet me fjalën e Allahut të mëndushëm Zotit të gjithësisë. Dhe të dy këto role duhet t'i harrojmë. Kur vjen puna e marrëdhënie me Kur'anin, dhe nuk ka marrëdhënie më të lavdishme që mund të ekzistojë në dynjë se sa marrëdhënia me fjalën e Zotit, po kjo është marrëdhënia e saktë. Pra ne e lexojmë fjalën e Zotit. E para për ta kuptuar, e dyta për ta zbatuar në veten tonë dhe e treta për t'i ftuar të tjerët të këto. Kjo janë tre marrëdhëniet me fjalën e Allahut mëndush. E para me fjalë, pra në rim me fjalën e Zotit, ose duke e lexuar vetë, ose duke dëgjuar se çka ka thënë Allahu mëndush, si rastin tonë përgjithësi, për dy qëllime madhore. E para për ta ndriçuar veten tonë, me fjalën e Zotit, për t'i dhënë formë jetës tonë me fjalën e Zotit, dhe e dyta për të ftuar tek të tjerët, tek fjala e Allahut mëndushëm Zotit të gjithësisë. Pra kjo është, më thënë, këto janë dy qëllimet madhore të marrëdhënies me librin e Allahut mëndushëm, dhe që të dy këto qëllime i ka të domosdoshme. Pra domosdoshmërisht duhet të realizojë muslimani, se prandaj është musliman. Ai është musliman sepse i ka besuar fjalën e Zotit për ta vënë atë në jetë, por për të ftuar edhe njerëzin tek të tjerët. Thot Allahu mëndushëm Zoti i gjithësisë në Kur'an, ke sura Asr, të cilën ne tashmë e dimë gjithë, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Betohem në kohën, thot Allahu mëndushëm, edhe ne kemi shpjeguar se çka kuptimi ka fjala kohë këtu. Betohem në kohën, pra në epokën, në ciklin kohor. Me të tëtë njeriu është në humbje, përveç kujt? Pra përveç atij që ditë ndërtoi marrëdhënie me kohën, me këtë epokë ose fazë të cilën e ka dhënë Allahu mëndushëm në dynjë. Si ndërtohet marrëdhënia me të? Illa alladhina amanu, përveç atyre që besuan, punuan punë të mira, wa tawasaw bil haqqi, këshilluan njëri tjetrin për hakun, për të vërtetën, pra ftuan të tjerët tek haku, tek e vërteta, dhe ftuan njëri tjetrin dhe rekomanduan dhe këshilluan njëri tjetrin që të kenë durim. Sepse marrëdhënia me të vërtetën dhe ftesa për tek e vërtetë ka nevojë për durim. Dhe kjo ka qenë një nga cilësitë kryesore të profetëve, ftonin në rrugën e Zotit, por arsyeja pse ata nuk dorëzoheshin kurrë pavarësisht vështirësive, ishte se pas ndihmës së Zotit ata kishin durim. Sepse e dinin që në gjitha rastet ishin të fituar. Ne herën e kaluar kemi qëndruar tek ajeti kuranor 36, ku Allahu mëndushëm përshkruan gjendjen e të dy kategorive, të besimtarëve dhe të jo besimtarëve. Besimtarët kur hyjnë në xhenet edhe pa besimtarët kur hyjnë në xhenem. Dhe do t'i lexoj këto ajete, do t'i përkthej shkurtimisht për të kaluar tek pjesa e sonshme. Thot Allahu mëndushëm, pra kur ndahen dhe hyjnë në xhenet, xhenetlit dhe xhenemlit në xhenem,
ata thonë, xhennetlit, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi i takon Allahut Madhëshëm i cili na e largoi dëshpërimin el-hazan. El-hazan, kjo fjala këtu hazan në arabisht, është epitet ose fjalë ditë përfshirëse për çdo lloj vështirësie të brendshme dhe të jashtme, dhe veçanërisht për të brendshmet. Derti ditën e Kiametit, i atyre që hyjnë në xhenem, me fjalë një nga dertet më ndaj ose një nga shqetësimet, vujtjet më ndaj është vujtja e brendshme shpirtërore. Pse? Sepse kur e kuptojnë se ajo që ka thënë Zoti rreth xhenetit dhe xhenemit është e vërtetë, me fjalë plasin nga e keqja, pra është marak shumë i madh i pakompensueshëm. Kjo është problemi. Merakët e dynjas edhe mund të kompensohen, humbe diçka me fjalë bëhet shumë pishman, ka mundësi kompensimi. Meraku i ahiretit është i pakompensueshëm dhe kjo e shton me vujtjen shpirtërore shumë e ma shumë. Dhe kur të hyjmë në xhennet, inshallah gjithemi për aty do të themi më një herë, Elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi i plotë takon Allahut i cili na e hoqi çfarë? Na e hoqi dëshpërimin. Domethënë na mundsoi që ta besojmë xhennetin dhe të punojmë për të, që të mos vuajmë xhenem që veç vuajt fizike që është shumë e rëndë. Edhe tashmë e dim se kemi dëgjuar boll nga ajo që ka thënë Allahu Madhëshëm, edhe pse ajo që do të dëgjojmë prapë shumë nevojshme për ne. Por me fjalë pra e dim se çfarë vujtës kanë xhenem, por njëkohësisht pra veç vujtës fizike është edhe vujtja shpirtërore. Siç e cituam këtë që ka thënë Zoti ke sura Fatir, ditën e Kiametit do të ketë për atyre, jo do të ketë, për xhenemlit që do të jetë për jetën, do thonë, o Malik, thuaj Zotit tënd që të na e marrë jetën, liyaqdi alena rabbuk, që të na e marrë deri këtu. Te Allahu Madhëshëm thot, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Pra thuju me i fjalë, të mbyllin gojën dhe mos më flasin më. Dhe këtu do jetë dëshpërimi më i madh. Sepse e para se është vujtje pafund, e dyta gjë, kur kujtojnë se në dynja e kanë pas shansin e mundësinë me shpëtu nga ky lloj fundi i dhimbshëm, me i fjalë meraku ose dëshpërimi është jashtëzakonisht i madh. Prandaj edhe besimtarët kjo është duaja e parë që bën. Qal alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi takon Allahut Madhëshëm që na shpëtoi nga dëshpërimi, nga vujtja fizike dhe e brendshme. Edhe këtu, edhe pse e kemi shpjeguar vëllezër dhe motra, edhe ju që na ndiqni nëpërmjet kamerës, xheneti dhe xhenemi është kaq i vërtet sa që është më i vërtet sa dynjaja. Xheneti dhe xhenemi është më i vërtet se sa kjo gota ujë që po prekim. Xheneti dhe xhenemi është edhe më i vërtet se sa kjo ulja jon këtu. Xheneti dhe xhenemi janë edhe më të vërteta se sa këto fjalë që po i dëgjojmë. Xheneti dhe xhenemi janë edhe më të vërteta se sa fakti që ne po shohim njëri tjetrin dhe s'kemi dyshim fare që po shohim njëri tjetrin. Xheneti dhe xhenemi është edhe më i vërtet se sa kjo foltore, edhe më i vërtet se sa ky trup që po prekim. Prandaj dëshpërimi do të jetë shumë i madh i atyre që përfundojnë xhenem, Allahu na ruaj. Sepse e kanë pas shansin dhe mundësinë me besu për s'kan besu. Dhe vujtja shumë e madhe. Dhe mos harrojmë, men mate faqat qamet qiyamet. Kush vdes për të ka filluar kiameti. Allahu na ruaj. Kush vdes për të ka filluar kiameti. Kohët e fundit ka ndodhur edhe ndër muslimanët disa vdekje të reja. 30, 35, 40, 45, 48. Dhe normalisht dhimbja është goxha e madhe, veçanërisht për familjarët e tyre. Por janë disa raste që të ftojnë të meditosh. Shpesh kemi, ose kur vjen puna diskutimi kjo lloj teme, veçanërisht ata që akoma s'kan arrit 50, 60, 70. Arsyetimi kemi kohë. Fatikisht me vjen, vdekja nuk ka kohë. Vdekja nuk ka kohë. E para tek Zoti ka mbaruar, tek Zoti është Allahu Madhëshëm e din kur do vdes njeriu që para se ta krijojë. Tek Zoti është e kryeve çështja e vdekjes. Ne ke Zoti kemi vdek. Pa tek dia e Zotit ne kemi vdek. Tek dia e Zotit kemi hyrë në xhennet, inshallah gjithë në xhennet, ose mazallah ata që kanë shkuar në xhenem ka marrë këtë. Pra ne thot Allahu Madhëshëm për kiametin, si më thën, ka ardhur kiameti, ka ndodhur kiameti. Pra Allahu Madhëshëm kiametin, ahiretin, hesapin, llogarin, ti hyjmë në xhennet, hyjmë në xhenem e konsideron çfarë? Të kryer, siç ndodh këtu. Wa qalu, dhe ata than, pasi hyn në xhennet çfarë than? Falënderimi takon Allahut që na largoi dëshpërimin. Pse është kry? Edhe pse kiameti s'është bë hala dhe është ndarja për xhennet dhe xhenem, nuk është bërë hala. Këtu jemi halane. Po edhe ata që kanë vdek para nesh, janë akoma ku? Në barzakh. Në jetën e ndërmjetme, nuk është në xhennet dhe xhenem hala. Janë në botën e ndërmjetme, në barzakh.
Edhe jeta e barzehut e varet është, ose kopsh për kopsh të xhenetit, ose grop për grop të zjarrit, po nuk kanë shku hala. Nuk është bë kiameti, nuk është bë llogaria, nuk kanë ardhur librat, nuk janë vënë peshorët, nuk është bë kalim mbi sirat, nuk ka shkuar në xhenet dhe xhenem. Megjithatë thot Allahu manushëm, dhe kur hyn në xhenet than falënderimi takon Allahut i cili ne na e largoi dëshpërimin. Pse se tek Zoti ka marrë është ky. Pra tek Zoti s'ka probabilitet. Për shembull ndonjë mund të ndodh, po ka mundësi mos ndodh. Në përgjithësi njeriu për diçka që s'do të ndodhi, s'do të kryhet, nëse ekziston 10% probabilitet të mos ndodhes, e mba mendin ku, shpresën ku, tek ka 10%. S'ka ahireti, s'ka ka marrun. Ne tek dia e Zotit, a që është për xhenet ka shkuar në xhenet, a që është për xhenem ka shkuar për xhenet. Pra është e kryme, është e kryme. Wa yasaluna kama ta'uqul asa yakuna qariba. Dhe të pyesin ty kur mund të jetë kiameti. Kul asa thuaj, ka mundësi të jetë shumë shpejt, ka mundësi të jetë shumë shpejt. Prandaj ai sahabiu i nderuar kur e pyeti pejgamberin më të sa kur është kiameti, nuk i tha pejgamberi fare se kur është kiameti. Po i tha ma adet te leha. Ti çka ke përgatitur për të? Mos u merr me këtë punë. Ai ka shkruaj, ka marrua ahiret. Ahireti ka marru, ka shkry. Ti çka ke përgatitur? Dhe i tha pejgamberi i Zotit, kam lanë shumë nafile dhe për shumë punë të mira, por unë kam diçka thot se e dua Allahun dhe pejgamberin e tij. Tha pejgamberi sa sem el mar'u ma man ahab, njeriu është me atë që e don. Pra kur vi puna për ahiretin duhet të jemi shumë të vëmendshëm me veten tonë, me familjarët tonë, me farefisin tonë, me kolegët tanë, me komshit tanë. Alhamdulillah feja në Shqipëri ka filluar të përhapet. Le të themi është bërë fenomen dhe në Ramazan Allahu mandushëm na dha shumë si hariqe, shumë tregues veçanërisht me faljen e Bajramit. Po veçanërisht kjo temë ne si muslimanë duhet punojmë shumë me ndërgjegjësu njerëz. Ky ka qenë halli dhe derti i pejgamberit alayhis salam. Ky ka qenë halli dhe derti i pejgamberit. Unë gjit në kodrën Safa dhe tha buaitu ana wa hatanik wa wasaka hatan, jam dërguar dhe kiameti si për këtyre dy gishtave kaq afër. Inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin alim. Kam ardhur t'ju paralemroj për një dëshkim dhimbshëm. Pra ahireti nuk është gjë shak. Ose më thotë larg, ahireti po ka larg, shumë larg. Ahireti mund të jetë me fjalë wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah është më afër robit sa damari i qafës. Në çfarë konteksti e thot këtë jetë? Në kontekstin e stacionit të vdekjes për ata që janë duke vdekur. Thotë ju e keni aty se marrë dot shpirtin. Dhe Allahu është më afër robit sa damari i qafës. Aty e keni. Thotë Allahu manush. Se marrë dot shpirtin. Dhe Allahu është më afër robit sa damari i qafës. Do me thënë Allahu manush ja merr shpirtin robit pa ndjeju fare. Pa ndjeju fare. Pra me i fjalë për ta përmbyll, ahireti është një realitet shumë i madh. Dhe një nga gjërat që pa pejgamberi kur bëri Miraç ç'a ishte? E pa xhenetin dhe xhenemin me sy, që të ngrihen niveli i motivimit pejgamberit në nivelin maksimal për të punu, për të ftuar njerëz në rrugë të Zotit, edhe për të duruar me fjalë këmbgulje dhe inatet e tyre. Prandaj edhe pejgamberi nuk mallkonte. Nuk e mallkoi popullin e vet. Pse? 2 herë është kërkuar pejgamberit me mallku. E para në betejën e Uhudit, dhe e dyta kur e rrethoi Beni Ghifarin në Taif 51 ditë, dhe në kryet 51 ditëve pejgamberi e liroi shtetërrethimin, do të thonë u largu, u tërhoq. Dhe i tha në pejgamber udu ala Ghifar, mallkoi, i ngriti dur pejgamberi dhe menduan se sahabët se pejgamberi bëri mallkim. Ç'a tha Allahumma hdi Ghifaran wa'tini bihim. O Allah manushëm drejtoi Ghifarin, i bësh fjalë për mira njerëz dhe mi sill, dhe gjithu bën musliman. Pra duroi pejgamberi 50 ditë mund lodhe strapacime i duroi pejgamberi derisa u kthy. Kështu që edhe vetdia jon lidhet me këtë temë, temën e ahiret duhet të jetë maksimum, po njëkohësisht edhe motivi jon për të ftuar njerëzit të jetë maksimum. Pra ne me i fja mos na vit turp të flasim njerëzve për xhenetin, për xhenemin, për ahiretin, për vdekjen, për Allahun e mëndueshëm, për natyrën e përkohshme, madje shumë mashtruese të kësaj bote. Kaq mashtruese është saqë me u lodh gjithë jetën, me vendos çfarë me vendos, pushtet me fjalë, parë, famë, kujt di se çfarë. Kur vjen vdekja njeriu e çarmatos nga gjithçka. Nga gjithçka. Dhe merr me vetëm qefinin e vet. Kjo është mashtrim. A ka mashtrim më të madh se sa kjo për njeriu? Prandaj, siç e kemi thënë, e vetmja mënyrë për të dhënë vlerë miliardave, pushtetit, famës, dijes, kujt di çfarë, shëndetit, mirave,
është duke vendosur nishin përpara. Të gjithë mirat e dynjas janë si puna e zerove. Mos harrojmë këtë. Të mirat e dynjas janë si puna e zerove. Pushteti, zero. Le ta lam njëshim një anë. Pasuria, zero. Shëndeti, zero. Familja, zero. Bukuria, zero. Fama, zero. Gjitha janë zero. Ngelen zero. Punoj 100. Marim vlerë. Gjitha mund të jenë milion, mund të jenë miliarda. Hiqe 100. Ngelen çfarë? Pa 1 kush është? Imani, besimi. Në Allah dhe në botën tjetër dhe ibadeti. Vendose këtë 1, gjitha marim vlerë, bëhet miliarda. Hiqe 100. Bur, gjitha bëhen zero. Pse? Sepse asën ose do t'i lej shumë shpejt ose kanë me t'lan shpejt. Kem lebithun filar dhe adet e sinin. Kalu lebithna jomen e ubada jomen feseli labdi. Sa shumë vite jetuat në dynja, një ditë ose i gjithë ditë do themi. Pa aca kosh, para pak ditësh po meditoja historia Uzairit, a.s. radhiyallahu anhu. Duke u referuar dhe diskutimin që kanë dietarët nëse ka qenë profet ose njëri i mirë. E rëndësishme. Shkoj, por pjesa më e madhe dietarët thonë që ka qenë profet. Na e pa Allahu mëndon shemën e Uzairit. Uzairi bashkë me gomarin e tij duke ecë për rrugë dhe ushqimin dhe pijen i kishte me i trajs. U fut në një fshat gërmadh. Besoj kemi parë gërmadhë. Edhe me njëherë shtroj pyetjen, normalisht ishte një pyetje le themi retorike. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Pa ishte pyetje e xhabi, pyetje mrekullimi. Pra me fjalë si do ta ngjalli këtë Allahu mëndueshëm pasi është shkatruar kështu. Pra përfitohet të futesh ti në një qytet ose fshat gërmadh. Pa ka ngel gërmadh, pa çatia, pra fshat i vjetër, s'po në më kush. Direkt aty thot Allahu mëndueshëm fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Dhe Allahu mëndueshëm ja mori shpirtin 100 vite, pastaj e ringjalli. Pasi e ringjalli thot Allahu mëndueshëm kem lebith sa ke qëndru ashtu i vdekur. Kale lebithu yawman aw ba'da yawm. Kam qëndru një ditë apo i gjysmë ditë, shive. Ishte profet. Profet. Një ditë ose i gjysmë ditë. Kale bel lebithe 100 amin. Tha Allahu mëndueshëm madje përkundrazi ke qëndru 100 vite. 100 vite. Shive, fandur ila ta'amike wa sharabike lam yatasanna. Dhe këtu kemi ca objekte sa i mrekullueshëm është Kurani. Fjala e Zotit. Ushqimi dhe pija, thot Allahu mëndueshëm shife, nuk janë prish fare. Por shikoj gomarin tënd dhe ne ti po të japim këto shembuj për të të bërë çfarë? Walin ja'alaka ayatan linnas, për të të bërë argument për njerëzit. Pastaj thot: "Wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma." Shifi pastaj kockat se si do t'i rikthejmë edhe një herë dhe do t'i veshim me çfarë? Kockat do i japim jetë dhe do i riveshim me çfarë? Me mish. Ushqimi, pija pa prek fare, ashtu siç të paprekura, të paprishura. Ushqimi dhe pija. Bukur? Gomari ishte tret kret, kishte ngel vetëm kockat. Thot Allahu mandon shive edhe kockat do t'i kthejmë edhe një herë, do t'i lidhim, do ta ndërtojmë skeletin dhe do ta veshim me mish. Thot Allahu mandon falamma tabayyana lahu. Dhe kur ju bëhet qartë, qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Thot tashmë e di, patjetër jam i sigurt që Allahu mëndosh ka mundësi për gjithçka. Mi po çlidhe ka uji dhe pija pa u prish, gomari me fjalë ishte tret. Por të thanë Allahu mëndosh, por ta thanë ne. Se tek Allahu mëndosh nuk ka kohë. Allahu mëndosh po do njeriu në vdes dhe e mban me mira vite me fjalë pa prish. Pra uji dhe ushqimi ishin gjallë, gomari kishte ngordh. Pra tek Allahu mëndosh nuk ka ligjet që funksionojnë për ne, ligjet fizike. Edhe Allahu mëndosh me fuqinë e vet, ke gomari i ka lënë që të funksionojnë, trupi është tret, mishin ja kanë hangër krimbet, kanë ngelë vetëm kockat. Ushqimi është i paprekur, pija është e pacënuar. As janë dita ligje fizike? Po kush i ka kriju? Allahu mëndosh. Që do të thotë tek Zoti është kryer gjithçka, ka marru. Pra na thotë Allahu mëndosh, mos e toni nga flet. Dhe me të vërtet për ne si muslimanë është haram i madh gafleti. Pa vëmendje. Pa kuptuar me fjalë ditore na e transferon vëmendjen. Faktikisht me fjalë, kur vjet gjumi dark. Gjumi dark. Ne, si më thënë,
Çaish kushtrimi të thënë ndark, që ndodha i dorëzimi total joni, është momenti me i thënë vetes ti nuk je gjë tjetër përveç një qenje e vdekshme, që në me lejen e Zotit flen dhe vdes dhe me lejen e Zotit ringrihesh mëngjes. Edhe zimi nga gjumi është një mrekulli që edhe shkenca nuk e shpjegon dot. Pse? Do të thoshë që u ngopën neuronet me oksigjen, si ka mundësi për shkak që dikush ka një hall shumë të madh, 3 ditë, 5 ditë nuk flet dot. A është fatikisht raskapit, megjithëse flet dot. Dikush tjetër ka punu tetor, ka një ditë normale, shkon darkë flet gjumë. Pa njëju se ka vetë ndorë. Kur vjep mu e fja muhabeti, kur vjep ke gjumi, aty ti çarmatosësh, i ke milionat. Ndorestik mund të flenë me i fjalë, ndorestik mund të më flenë miliona. Aty ti adorzon shpirtin Zotit, s'kam vlerë fare. Makine ke shumë bukur në borë, mrekulli, do ta kenë zili tjetë me e pas. Ti shkon flenë me i fjalë gjumë, se ke fare në kontrol makinën. Shtëpia jote mund të jetë shumë e bukur. Trupi, shumë. Ke shkolla pafund me i fjalë zanatet, gjithu kur shkon dhe ja dorëzon shpirtin Zotit dhe Allah më ndushë me qenë vdekje gjumin, aty me i fjalë merr fund gjithçka dhe çvlerësohet gjithçka. Dhe ajo që ka merr vlerë kush është me i fjalë ajo se si do shkosh tek Zoti. Se thot Allah më ndushë, pasi vdes njeriu në gjumë, ka për atyre që e mbajmë ashtu të vdekur deri në ditën e Kiametit dhe ka për atyre që ja kthejmë prap shpirtin. Ky është njeriu. Pra është realitet shumë i madh. Dhe dynjaja një gënjeshtër jashtëzakonisht e madhe. Kur merr vlerë ose kur marrim vlerë këto gjëra që i kemi, vetëm momenti kur vendosim njëshin përpara. Vendosë njëshin përpara që është lidhja me Zotin, realizimi i qëllimit të ekzistencës, besimi në botën tjetër, pastaj merr vlerë gjithçka. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Dhe thanë falënderimi i plot takon Allahut që na e largoi dëshpërimin. Inna rabbana laghafurun shakur, me të Zoti jon është falës dhe falënderues, shakur dhe i falënderuar. Edhe i ndal gjatë këto. Alladhi ahallana dar al-muqama. Pastaj me një herë falënderojmë kë. Themi Allahut mandushën, Zoti jon është falës, nuk themi e shevi sa mirë pas kemi punu, sheve puna na solli këtu. Aty e kuptojmë me fjalë që punat tona thjesht kanë qenë sebebe. Dhe vetëm gjë që ka vlerë ktheu ke Zoti, falëndero Zotin për atë çka të ka dhënë. Alladhi ahallana dar al-muqama min fadli. Allahu pra qoftë i falënderuar falsi dhe i falënderuar i që me mirësinë e tij, me bujarinë e tij na mundsoi ne që të futemi dhe të bëhemi pjesë e përjetësisë me i fjalë në xhenet. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Në këtë vend pra në xhenet ku nuk na prek me i fjalë as lodhje dhe as me i fjalë dëshpërim, as vujtje dhe as dëshpërim. Kurse ata që mohuan, thot Allah monosh, walladhina kafaru, Allahu na ruaj, dhe ata që mohuan dhe mbyllën jetën me kufër, lahum naru jahannama, për ta është zjarri i xhenemit. Çan dëshkimi, la yuqda alehim fayamutu. Atyre nuk ju merret jeta, të nuk ju jepet fund pa që të vdesin, pa fayamutu që të vdesin, wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Dhe as nuk ju lehtësohet atyre nga ndëshkimi i zjarrit të xhenemit. Subhanallah. Xhenem, dy cilësi. As nuk vdesin të, se është xhenemi i përjetshëm, por as nuk ju lehtësohet xhenemi. Vujtja. Cila është vujtja e xhenemit? Në llanat prej zjarrit më e ulta, vujtja më e ultë. Në llanat prej zjarrit, këpucë prej zjarrit dhe vlon trurin kokë. Kullama nadhijet juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa herë kur ju shkërmoq ose shkrumbohen lëkurat, u azëvendësojmë se lëkurat janë zona e sensorëve, aty e ndjen njeriu dhimbjen. Të ftoftin dhe të nxehtin. Sa herë kur ju shkrumbohen, ju azëvendësojmë me lëkura të reja që ta shijojnë prapë ndëshkimin, subhanallah. Receptorët sensorët. Mi po vujtje pafund, njëkohësisht as nuk lehtësohet. E kundërta se çfarë, alhamdulillah alladhi adhhaba 'anna al-hazan, siç e shpjeguam, Allahu qoftë i falënderuar që na largoi këtë dëshpërimin. Pa shikojmë, Allahu na thon në xhenet. Pse? Po të kishim qenë në xhenem, një nga dëshpërimet, një nga vujtjet më ndaj është dëshpërimi se as nuk lehtësohet, por mund të thush, okay, është shumë i rëndë, nuk lehtësohet, po sa do zjas? Sa do zjas? Thot Allahu më ndushëm nuk ka fund. Dhe këtu shtohet dëshpërimi pa fund. Dëshpërimi shtohet edhe më tepër.
Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, dhe as nuk i lehtësohet atyre prej dëshkimit të saj. Kedhalika najzi kull kafur, Allahu na rujt dhe kështu me fjalë ne ndëshkojmë çdo mohues, jo kafir, thjesht kafir, kafur, që është mohuesi i Allahut dhe mohuesi i mirësive të Allahut të mëndush. Për të përmbyllur të dy ajete dhe këtë kontekst, wa hum pra përshkruan Allahu mëndushëm gjendjen e xhehenemlive. Wa hum yastarikhun fiha. Jo yasrukhun, yastarikhun. Dhe ata ulërasin, jo bërtasin, qirren, ulërasin nga vujtja. Përfituro me fjalë qirrjen dhe ulëritin më të madhe që kjo është me thirrja e tyre. Bukur? Dhe kur ti e mediton këtë fjalë, të duket sikur po i shef. Pra përfituron njeriu që fillon duke u qirrë dhe duke ulërit për disfatën më të madhe që mund të ketë ndodhur. Qirrja dhe ulëritja e tyre është shumë më e madhe sepse edhe ndëshkimi është shumë më i madh. Edhe kjo qirrje vjen nga çfarë? Jo thjesht nga dhimbja e vujtjes, bukur fizike, por edhe nga dhimbja e kujt? E merakut, e dëshpërimit të madh se ajo në cilën ato janë do të jetë e përjetshme dhe nuk do ndërpritet më asnjëherë. Dhe për faktin se as kërkush nuk i dëgjon. Dhe thon, wa hum yastarikhuna fiha, dhe ata qirren dhe ulërasin ta. Rabbana, o Zoti ynë. Shikoj me çfarë përgjërimi i lutën se Rabbana. Ja Allah, Rabbana, o Zoti ynë. Akhrijna, na nxirr. Akhrijna, na nxirr. Për çfarë? Jo thjesht të shpëtojmë, subhanallahu. Akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Na nxirr që të punojmë një punë të mirë, ndryshe nga ajo punë çka ne punuam sa ishim gjallë. Pse nuk thonë me i fan na nxirr që të shpëtojmë? Sepse kur shkojnë atje, xhenetlit do shikojnë xhehenemlit. Xhehenemlit do i shikojnë xhenetlit dhe e kuptojnë me i fjalë njëherë se çka e çoj këtë këtu dhe çka e çoj këtë këtu. Aty e kuptojnë edhe një herë, çfarë? E kuptojnë edhe një herë, po tamam kuptojnë rëndësinë e punës mirë, por njëkohësisht kuptojnë edhe rëndësinë e madhe të shansit dhe të mundësisë që ka njeriu në dynja. Dhe kjo është sinjal për ne, na thot Allahu mëndueshëm. Kështu do të jetë fundi i xhehenemlive. Dhe gjëja kryesore ku do të shkojë mendja është sikur edhe një herë na jepet mundësia që të bëjmë qoftë një punë të mirë. Amel, në amel salih, një punë të mirë. Në amel salih, një punë të mirë. Gale ledhi kuna në amel. Ndryshe nga ajo çka bënim. Përfituro tash kur ne e lexojmë në këto momente, çfarë duhet themi? Ti themi vetes tonë. Është shans shumë i madh edhe i sekond në dynja. Jo i ditë, 1 minutë për Zotin. Kur mediton të kjo gjendje e xhehenemlive thu 1 minutë. Se për 1 minutë çfarë mund të bësh? E pak ta gjithu me i fakt një 5 herë, 10 herë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Për 1 minutë, me lëbizëm, bën shahadet e pak ta gjë. E dyta çfarë? Falënderim nga zemra Allahut mëndosh. Tjetër mund të japësh një sadaka. Për 1 minutë, nëse ky 1 minutë shërben, për 1 minutë, ky minutë të shërben me shpëtu nga zjarri i xhehenemit, jep edhe çfarë? Edhe jetën. Kur xhihadi çka atje, të vish shpi shahid me fjalë dhe shpëtoi nga zjarri. Kështu e kanë përjetuar çastin edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam. Në betejën e Bedrit një nga sahabët kishte hurma në dorë, subhanallahu. Dhe filloi pejgamberi sa dhe tha, alayhis salam tha, ai njeri që futet mesin e armiqve, i lufton, fret dhe e vrasin, mes tij me fjalë dhe xhenetit nuk ka gjë tjetër përveç se kjo betejë. Thjesht me hi aty me luftu dhe me ura. Tha pejgamberi, gjithmonë? Po tha. Për Zotin e pejgamberit? Po për Zotin. U mahnit. Allah ja Rasulullah. Tha për Zotin, tha pejgamberi sa se. Tha për Zotin të marrit me këto hurma, se po hate hurma. Humbja e kohës ose të marrin ngrënia këtu në hurmave. Harxhimi i kohës me këto hurma për t'i hëngrë është humbje kohë. Hodhi hurmat, më fut mes betejës ra shahid. Tha pejgamberi sa se sadaqallahu fa sadaqahullah. Tha e kishte me gjithmonë me Zotin dhe Zoti më ja realizoi dëshirë. Kështu kanë jetuar çastet në shar. Dhe kështu kanë jetuar çastet dhe minutat. Kështu kanë trajtuar kohët me fjalë që Allahu mëndush ka dhënë me fjalë në dynja. Menjëherë çfarë thon? O Zot, kërkesa cila është? Na ktheni një dynja që të punojmë një punë të mirë ndryshe nga ajo çka e punuam. Dhe një herë ne çka kuptojmë këtu? Nderin e madh që na ka bërë Zoti duke na sjellë në dynja. Dhe duke na lënë harajat dhe duke na dhënë mundësinë që ne ta dëgjojmë këtë ajet kuranor.
ata që janë xhehenem sa urojnë që të vinë edhe një herë dhe të bëhen pjesë e këtyre mezhliseve qoftë edhe 10 sekonda. 10 sekonda. Këtyre mezhlise ose të bëjnë ndaj punë të mirë, s'ka rëndësi, pasi s'kan pak mundësi tonë qoftë një herë la ilaha illallah. Kedhalike nezdi kulle kafur, dhe kështu ne ndëshkojmë, si më thonë, ose është problem çdo mohues. Thot Allahu më si u përgjigjet. Pra, na kthe edhe një herë në dynja që të punojmë një punë të mirë ndryshe nga ajo çka punuam. Çka përgjigju thot Allahu më. E walem nu'ammirkum, a nuk ju dham jetë të gjatë, nuk ju dham jetë, nuk ju mundsuam me jetu, ma yatadhakkaru fihi ma man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir, ju dham jetë ajsa për të përkujtuar, për të përmendur ashtu siç u përmendën ata që u përmendën. Kush u përmendën besimtarët? Koha thot Allahu më që ju dhash në dynja ishte e mjaftueshme për të përmend ashtu siç u përmendën ata që u përmendën, që janë xhenetlit. Wa ja'akum an-nadhir, dhe ishte një kohë mjaftueshme për t'ju ardhur edhe profeti paralajmëruesi. Ju erdhi paralajmëruesi. Fadhuku, që përgjigja, mbyllja, fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir, tashmë thjesht shijonja vuajtjen e xhehenemit, sepse zullumqtarët nuk kanë përkrahës më, nuk ka kush i përkrah. Kush va thot këtë? Allahu madh. A guxon ma kush me vun diskutim këtë? Se ka thënë Zoti. Inna Allahe, mbyllja e kontekstit. Inna Allaha alimu ghaibi s-samawati wal ard, innahu alimu bi dhati s-sudur. Me të vërtetë Allahu mëndshëm është ai dishmi i gajbit të shetës së qiejve dhe të tokës. Innahu alimun bi dhati s-sudur. Dhe me të vërtetë Allahu mëndshëm është i dishmi i asaj çka në kraharore. Është i dishëm i asaj çka në kraharore. Për të na thënë Allahu mëndshëm, do ndalemi me lenin Allahu mëndshëm herën e ardhshme ke ky ajet, me këtu do të fillojmë. Por të na thënë Allahu mëndshëm, mos e vini në dyshim këtë që u thash deri tash. Lidhe me xhenetin dhe xhehenemin. Se Allahu mëndshëm e din totalisht çka ndodh në qiej dhe në tokë, dhe Allahu mëndshëm madje din atë çka keni në zemrat tuaja. Ja xheneti dhe xhehenemi që po din edhe atë çka keni në zemrat tuaja. Allahu është problem me të mira për vëmendjen, Zoti ju nderoft. Allahu na bashkon në xhenetin e tij. Allahumma amin.